duhet thënë që ka disa kritere për të donacionin, siç e thatë doktoresha, që duhet kontrollohet nga ana e para është sëmundjet infektive, sepse si s'dihet nuk do të do të ketë një gjendje shëndetësore të mirë donatori. Analizat nga ana gjenetike, në të vërtetë nuk është se në 2005 varet nëse ky ka kaluar këtë, si thua, procesin e kontrollit, sepse mund të jetë një donator i vjetër dhe në 2005 ndoshta nuk ka qenë as shumë strikte të kesh të bëheshin kontrolle të tilla saqë të futeshin brenda edhe mutacione gjenetike për sëmundje të cilat në ato kohë ndoshta nuk ka qenë e mundur detektimi. Dhe fakti që është një donator i gjatë, për shumë kohë mund të ketë bërë që procesi të ketë anashkaluar, se këtu është një rikontroll, një auditim dhe një ritestim të këtij donatori. Janë teste që janë shumë të shtrenjta dhe çdo qendër, si thua, duhet që pranon dhe kanë të normalizuar edhe nga ana legjislative, duhet të bëjnë disa hapa dhe kontrolle, sidomos të sëmundjeve gjenetike që janë më të, si thua, më të shpeshta. Janë sëmundje gjenetike të rralla që për hir të vërtetës nuk është se kontrollohen tek donatori, sepse do të thotë që, si thua, kostoja për laboratorin ose për qendrën është shumë e lartë për të bërë për të gjithë donatorët komplet screening e të gjithë sëmundjeve gjenetike të mundshme, është e pamundur. Bëhen tendencialmente bëhen ato që janë më të shpeshta dhe ato që mund të japin problematika që thua që janë më të njohura, si është sindroma, disa sindroma gjenetike që nuk po i përmendim, po që evitojnë që të lindin, si thua, fëmijë me malformacione ose fëmijë që kanë probleme shëndetësore. Kjo ndodh që duhet kemi parasysh se jo për herë është penetron komplet edhe mutacioni gjenetik, ndonjëherë mund të shprehet në mënyrë fenotipi, mund të shprehet në mënyrë me një penetrim të lartë, ose disa herë mund të jetë një penetrim më të dobët në shprehjen fenotipike dhe mund të ketë kaluar, duhesh mund mos jetë shprehur në mënyrë kaq të theksuar, pasi varet edhe nga, si thua, patrimonio gjenetike edhe i anës tjetër, në kuptimin që duhet përputhen shumë nga ana gjenetike, duhet përputhen shumë kriterë për të patur në mënyrë imediate shprehjen e kësaj sëmundje që është sëmundja rrallë.